është ndar nga jeta e gazetarit dhe poeti Dashamir Dini. Ai ndërroi jetë në Bergamo të Italisë si pasojë një hemoragjie cerebrale akute, teksa po trajtohej për një sëmundje të rëndë të diagnostikuar së fundmi. Dashamir Dini ka shërbyer për disa vite si drejtori i Radio Shkodrës dhe më pas si RTS Shkodra, duke lënë gjurmë për profesionalizmin, etikon dhe përkushtimin ndaj gazetarisë së lirë dhe komunitetit lokal. Po ashtu, Dini ka qenë për disa vite pjesë e politikës si drejtues i Partisë Socialiste në Shkodër. Dashamir Dini ishte një zë kritik me shumë vlera për opinionin publik dhe jo vetëm. Intervista e tij e fundit në Star Plus ishte në maratonën zgjedhore, ku shprehu opinionin e tij mbi zgjedhjet dhe forcat politike garuese. Ai njihej edhe për pasionin e tij për poezinë dhe publicistikën, veçanërisht pas humbjes tragjike të djalit të tij, këngëtarit Ergi Dini, fituesi X Factor Albania 2013 në aksidentin me motor. Me një stil të ndjeshëm dhe reflektues, Dashamir Dini u shndërrua në zë të dhimbjes prindërore, por edhe të shpresës, përmes vargjeve të panumërta për humbjen e të birit, të cilit i shkroi derisa mbylli syt. Dashamiri ishte një shpirt i prisht letrar. Poezia ishte vendi ku ai rrinte me vete, ku fjalët kishin ndjenja dhe heshtja kishte kuptim. Ato vargje që ndante me miqtë e tij në rrjetet sociale, sot marrin një tjetër peshë. Star Plus i shpreh ngushëllimet më të ndjera familjes Dini dhe të gjithë komunitetit të gazetarëve shkodran. Humbëm një koleg, një mik, një njeri të mirë, por kujtimi i tij do të mbetet i paharruar.